Banorët e fshatit Sarag prej vitesh i kërkojnë ndërhyrje institucionit të Bashkisë Belsh dhe njësisë administrative Fiersë për rikonstruksionin e një rrugë lidhëse me gjatësi rreth 600 metra. Sipas banorëve, rruga që kalon përmes një lagjeje të fshatit, gjatë verës mbulohet nga pluhurit e gropat, ndërsa në sezonin e dimrit bëhet pothuajse e pakalueshme për shkak të baltës dhe ujrave që grumbullohen në gropa. Kjo situatë ka krijuar vështirësi të vazhdueshme për lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorëve. Banorët shprehen se gjatë fushatave elektorale kanë marrë premtime të vazhdueshme nga përfaqësues vendor, përfshirë dhe kryebashkiakun e Belshit Arif Tafani, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë investim konkret për këtë segment rrugor. Kjo rrugë lidh jo vetëm fshatin Sarag me qendrën e Bashkisë Belsh, por shërben edhe si aks lidhës me zonat përreth dhe me territorin e Bashkisë Lushnje. Në anën që i përket Bashkisë Lushnje, segmenti rezulton i asfaltuar, ndërsa pjesa në territorin e Bashkisë Belsh mbetet problematike. Banorët kërkojnë që institucionet vendore dhe politikat i kthejnë syt nga kjo zonë duke investuar në infrastrukturë dhe duke i dhënë fund një shqetësimi të kahershëm që prek përditshmërinë e tyre.